Dashuria reale ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nuk është vajtimi kur përmendet emri i tij dhe historia e tij. As nuk është thurrja e vargjeve, lavdata dhe përshëndetje dhe tregime interesante të jetës tij. Bile nuk është as dashuri ndaj tij vetëm dërgimi salavateve mbi te alayhi salatu wasalam, edhe pse kjo është punë shumë e mirë. Po shprehja reale e dashurisë son ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është pasimi jonë ndaj tij dhe ndaj sunetit të tij. Dhe këtu sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ishin të partë, ishin ata që sollën shembull të hatashëm sa i përket në nështrimit të tëre në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe dëshmisë se ata e dojnë Muhammedin alayhi salatu wasallam më shumë se sa çdo gjë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin e Enesit, që është hadith i vërtet, kishte thënë la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min waladihi wa walidihi wan nas ajma'in. Nuk ka besu askush prej jush, përderisa unë të mos jem më i dashur tek ai se sa fëmijët e tij, se sa prindët e tij dhe se sa njerëzit në tërësi. Nuk ka besuar askush përderisa nuk e don Muhammedin sallallahu alaihi wasallam më shumë se sa çdo kënd tjetër. Sepse shpëtimi jonë nisur para Allahut azza wa jall. Por edhe jetesa jonë mbi sipërfaqen e tokës, duke realizuar lumturinë reale dhe duke arrit atë, nuk ka mundësi të ndodhë vetëm se nëse ne e dojmë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam dhe e pasojmë atë. Ndërsa çdo kënd që e dojmë pas tij nuk prish punë përderisa dashuria jonë ndaj tëra është e kufizuar me ato që ne ka kufizuar neve feja jonë. Për këtë shkak, dashuria ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është një obligim madhor që duhet secili nga ne ta korrigjoj veten, ta rishikoj veten, ta kontrolloj dhe ta marrë llogari veten se sa e don pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Po për këtë është testi shumë i thjeshtë, sa e din ti sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe sa e pason e ndjek atë në jetën tënde praktike. Po nëse në jetën tënde praktike hapësira e sunetit që ti e praktikon, që ti e organizon jetën në bazë të saj, që ti përpiqesh dhe sakrifikon për realizimin e saj, është shumë e madhe. Apo është shumë e vogël, që kjo është treguesi se sa e don te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Sepse realisht Allahu azza wa jall nuk po dëshiron as dashuri ndaj tij subhana, e cila është e thotë. As Allahun, Zotin ton, krijuesin ton, nuk duhet që ta duajmë me një dashuri të thotë. Por Allahu azza wa jall kur thret që ta dojmë atë, yuhibbuhum wa yuhibbunah. Ata e dojnë Allahun dhe Allahu i don ata, e sheh se Allahu azza wa jall ata që i don, tregon se janë të devotshëm, janë bamirsa, janë durimtar, janë të mëshirshëm, janë që sakrifikojnë, janë që japin rrugt të Allahut, janë që e bojnë këtë, janë që do të thotë, dashuria ndaj Allahut azza wa jall nuk është me një ndjenjë të thotë të dashurisë, por është me ndjekjen e urdhrave të atij që po pretendon se e don. Dhe gjithashtu dashuria jonë ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nuk është me po them kushtimisht me ndjekjen e disa ditëve të caktuara ku ne e kujtojmë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, por është me ndjekjen praktike të mësimeve të tij.